të spitali ushtarak se kam nevojë për shumë kafe sot. Nuk kam bërë gjumë të mirë në natës. Zara Hall. Mirëmëngjesi njerëz. Më shikoni në këtë gjendje të çuditshme me flokët e mi që nuk janë as kaçorrelas të shtrira. Prit ka akoma më keq. Shikoni pak flokët e mi, thjesht të larë edhe të thardë, janë në këtë gjendje kështu si lesh totalisht. Tani, më ishte fiksuar trurin tim mua që do t'i shtrija flokët, por normalisht nuk kam as pjaster as edhe një lloj mjeti për t'i drejtuar. Dhe i them motrës Arionës që do vi Klajt, i them më jepi pak pjasterin. Okej. Vjen Klajt në shtëpi dhe më sjell këto. E ka ngatruar dhe më ka dhënë një produkt i Philipsit, i cili është auto curler për të bërë kaçorela. Ku ti futet floku këtu, ka një buton kjo që rrotullohet, edhe futet floku bëhet kaçorel. Që ose ta përdor këtë gjë një herë. Por thjesht do t'i shtrija se normalisht floku im i cili është xha me onde, nuk mund t'i drejtoj kjo e Philipsit. Dhe përfundova kështu me flokët, njërës unë gja isha larë i kisha tharë flokët dhe përfundova me këto flokët e mija kështu si lesh, pra. Kështu që sot që të dalin, dhe të dalin si njëri të mamë, duhet t'i sajoj diçka të kapura, të shofim se çfarë do t'i sajoj. Jam quar njërës pak më herët, sa po nga mëngjesin bëra një tost me prosciutto pule dhe me djath. Dhe tani kam në ekspresin që të ngrohet që të pi kafe dhe ndërkohë të bëhem gati, sepse ka shkuar ora 10, vetë shumë vonë për të pirë kafe në mëngjesi, se me siguri kur dalë unë rreth orës 11. Ja dhe kur rregullova njerëz, bëra make-upin tim, kapa flokët, i kapa në fillim kështu bish dhe pastaj bëra një gërshet. Mezi gjeta një elastik të vogël për këtë fundin e gërshetit, sepse përgjithsisht i kam trash të mëdhenj që të mbajnë sasinë time të flokut, edhe besoj se kështu dukemi goxha më lezetshëm. Mbura edhe këta vëthët e vegjël, bëra pak make-upin si gjithmonë dhe ndihem e bukur tani. Tani duhet të zgjedhim një veshje se çfarë do vesh. Unë kam shumë punë për të bërë në fakt, më duhet të ikja edhe nga Tegu, duhet të bëja pazar, më duhet të blej një batanie të hollë. Për tani që është ngrohur koha, sepse organi nuk bëhet më sepse është shumë vap, por nuk e din që se do t'i bëj tani paradite, apo do pres që të lëri Klajdi punën në dreke dhe t'i ikim të dy pastaj mbas dite. Gjithsesi, po vishem një herë se do shkoj nga mami, edhe më pas të shohim dhe të vendosim se çfarë do bëjmë. U zgjodha outfiti, vesha këtë bluzën e zezë të Bershkët me një palestreçe të zeza të Zarës. Kam veshur thjesht fare, por shikoj njerëz, është shumë e rëndësishme që të ndjeni mirë me veten tuaj. Pavarësisht se unë për momentin nuk është se kam asnjë plan, do vetët e mami që e kam këtu afër, rëndësi ka të visheni të rregulloheni që të ndjeni mirë me veten tuaj. Për mua është shumë e rëndësishme. E di pse më kujtohet kjo gjë, sepse plot herë këtu në YouTube ka goca që më shkruajnë që sa mirë je gjithmonë e kuruar, je gjithmonë e lyer, e rregulluar, veshe gjithmonë bukur. Njerëz, kjo është mënyra ime e të ndjerit mirë me veten time. Edhe nëse jam mërzitur, edhe nëse nuk kam se çfarë të bëj, edhe nëse gjendja ime emocionale, shpirtërore nuk është on top, se jo gjithmonë është on top, gjithmonë zgjedh që të bëhem gati, të rregullohem dhe të dal, se kështu më bën që të ndihem më mirë. Sa të dilja nga shtëpia, merr motra, ndryshim planesh, do ikim të ham drek në Carik, është një agroturizëm me emrin Teara, të kemi parë kështu në Instagram, edhe duket natyra shumë e bukur, ushqimi shumë i mirë tradicional, kështu që tham po shkojmë atje. Kështu që dhe unë bëra një ndryshim të shpejtë të veshjes, vesha të veshjes. Vesha këtë kostumin gri të Zarës, kam marrë gjaketën sipër, gri edhe çantën e vogël, edhe që të jem edhe më rehat, vesha edhe atletet. Meqense vendet të tilla agroturizëm duhet të jenë sa më shumë komode. Tani më shikoni jam këtu te mami dhe po i pres këtu të tjerët që të bëhen gati edhe të nisemi. E di që po më pëlqen nga ky gërshetim, kështu duket lezetshëm.
anda më sjell? Njerëz sa erdha në shtëpi më në fund, është ora rreth 5:30 pasdite, ka kaluar goxha koha dhe u kënaqëm shumë. Te agroturizmi te Arat ishte shumë bukur, natyra, ushqimi shumë i mirë, shërbimi ishte gjigant, ishte shumë i madh, kështu që dhe fëmijët kishin pafund vend për të ardhur vërdall, kishte lojra për ta, kishte pula, shumë ishte ferma, kishte keca, lepuj, ishte shumë bukur, beba të kënaqur, tash edhe ushqimi ishte shumë i mirë dhe na shijoi. Tani jam ulur këtu jashtë balkoni, se tani që është zgjatur dita, ka ardhur pranvera, pastrova dje dhe këto tavolinën kariket, se ka qenë shi java e kaluar, edhe tani rregullova, i bëra gati që të rrimen dhe të shijojnë pak më shumë balkonin. Këto agroturizmet ja vlen shumë në stilën e pranverës, se shijon thash edhe natyrën, edhe diellin, plus që jam pak më larg qyteti, larg kësaj zhurmës dhe kaosit të qytetit që ndeshemi për ditë dhe nuk duam që ta kemi edhe në fundjavë. Edhe kështu njerëz, tani që erdha në shtëpi, duhet të vete, si që thashtë, të mbaroj një 2 punë që kam me Klajdin, po përpres që të vi në shtëpi, edhe t'ikim të dy së bashku. Koko bukuroshi, shiko që këtu Koko. Koko, oj bojti, je shumë i bukur. Shkojnë pak njerëz se si e kam bërë gishtin, e kap kisësh ke mikrofonin ulur këtu te mundiri vjetër, edhe kapat e dera e makinës gishtin, do zot më ka dhënë në shpirt, është nxirri i shiti, madje tani kam një 2 ditë në fakt që më ka ndodhur, po kam pasur shumë raste vetë ta heq thonjtë bër, sepse kisha shumë dhimbje, po këto 2 ditë ka filluar më zgjakohet përsërisht, që duhet patjetër që të vete që ti heq. Do t'i bëj thonjtë të tjerë, do lë vetëm këto thonë madh pa bër. Kam lënë sot orarin 3:30, të ketë rregulloj thonjtë, edhe të heq edhe pak vetulla në 5 qerek. Sot do merremi gjithë ditën me veten. Tani së bashku me Klajdin do të shkoj të bëj edhe një vizitë tek mjeku. Edhe pastaj do t'ju tregoj edhe disa pakot të reja që më kanë ardhur në shtëpi nga bashkëpunimet, nga Pepper Mayo, edhe nga një markë tjetër që e ka Brapik, diçka e tillë me veshje sportive për palestër. Jepi. Nathan. Tani që po hap kamerën në zbazditë e vonë, kam mbaruar gjitha punët e mundshme, vajta hoqa thonjtë, i bëra kështu thjesht fare, ja t'ju tregoj, dhe kjo gjendja e thonjtë që kam vrarë te makina. Ajo goca ma ka hequr me aq kujdes, sepse mua më dhimbte shumë, por besoj se arritëm që ta heqim pjesën më të madhe të xhelit, dhe tani do ta lë pak që të marrë veten. Shpresoj që të kaloj sa më shpejt, po e di që deri nga qershor koriku do jem me thonjën e pabër. E si njerëz hoqa dhe pak vetullat, si ju duken. Mua më pëlqeu në fakt, më hoqë goxha bukur. I hoqa në një vend të ri, e kishte Arbrows, është tek komuna e Parisit, afër klinikës indiane të syrit, dhe thash që më pëlqeu goxha shumë rezultati. Dhe kështu i kupra gjithë dita, si pim kafe, pastaj takua motrën, bebina taku natin, e hëngrëm drekën së bashku, dhe pastaj u mbarova këto punët e mia. Tani do dalim të gjithë së bashku, kemi mbledhjen e fundjavës bashkë me grupin, do dalim të pim ndonjë gjë. Tani do të tregoj edhe disa pakot që më kanë ardhur nga bashkëpunimet, se kam këtu disa, kam pakot nga Pepper Mayo. Kam edhe këto pakon e re nga bashkëpunimi me Brapik, që janë këto veshjet e palestrës. Kjo në fakt është vetëm gjysma e pako, sepse pjesa tjetër nuk më ka arritur akoma. Dhe besoj se këtu do t'ju tregoj nesër. Por tani që do dal, që më duhet të realizoj edhe disa content për Pepper Mayo, thash po vesh këtë fustani, kështu që ua tregoj edhe si duket në trup, është kështu me pika, me polka, shumë i bukur. Dhe do ta vesh me një palgeta të zeza dhe me çizmet e shkurtra me pak tak. Kam bërë dhe make-upin, buzët i kam bërë të kuqe, tani të vesh edhe fustanit dhe t'ua tregoj se si duket. Gjërat e tjera pastaj do t'ua tregoj nesër, besoj. Okej njerëz, ky është fustani i parë nga Pepper Mayo. Tani unë sot thash po e vesh me geta të zeza dhe me çizme, këtu i kam lidhur fjongon, por në verë imagjinojeni, nuk e di,
në Itali, në një vend si Capri, kështu buzdetit me limona, është fikse ai vibe me të drejtën, por tash mund ta kombinojmë edhe në këtë lloj mënyre, me gjetha të zeza dhe duket shumë i bukur. Ja, duket si kështu, edhe me buzët e kuqe mendoj se duket goxha lezetshëm. Ku jeni o grupi, ku jeni? Pa më thoni çik si kaluat. Super. Super, e? Pse se po të mbajnë fëmijën? Po, ku e kellën fëmijën? Me burri para. Mirë, shka ju kënaqëm. Realizuam dhe foto me outfitin e përmajës. Kush ti realizoj? Motra. Që të realizoj gjithmonë? Kush është fotografia me mirë? Tani, shiko se kam dhe Klajti dhe ty, tani dhe më duheni të dy, kështu që nuk ju ndaj dot. Që tjetë Nela fotografia. E unë që ndaj dot se më duheni të dy. Nela është fotografia me mirë, është njëshme. O sjelo ju bote! O sjeli ku do ipim teze? Ku do vemi? Te ora! Do ipim te ora tani. Te është ora teze? Sjeli, ku është ora? Këtej është ma, okej. Do ipim teze te ora? Okej, do rish me babin? Me këtë... Me hapën! Vdeksha unë për ty, o ju bote. Shumë bukur këtu? Sjeli? Ora! Hej grupi, si po kaloni? Mirë jeni? Do flem këtu sot? Fund, premton. Do flem këtu sot? Premton. Po, Ajo këtu me që, po e shaku. po shabu. Po në arruan këtu lartë, do ma. Se kemi asë në për telefon. Jo, aty se bje brum. Jo. Mërzit ajo është këta, më do të zbërë. Hajde! Unë sa bukur dilta në kamera. Mëngjesi njerëz, jam quar dhe po bëjmë gati shpejt se po më pret burri poshtë gjithmonë. Dhe ndoj të tregoja këtë jumpsuitin nga Brabik. Është kështu elastik, komplet pas trupit. Ka edhe kupat e gjoksit, në mënyrë që mos të vesh është brot për e qipeta poshtë. Edhe goxha mirë me thënë të drejtën, por unë e ka marrë në masën medium dhe duhet ta kisha marrë në masën small, që të mblidhte pak më shumë sepse ka goxha hapësirë. Ja, kështu rrihet në mbrapa. Mbrapa është e kryqëzuar dhe pjesën e hapur tek kurrizi. Në kamera duket goxha më mirë dhe në tërpërfajëri mirë, po thash, besoj se duhet ta kisha marrë në masën small, në mënyrë që të mblidhte pak më shumë se shoh që ka hapësirë. Gjithsesi, besoj se porosin e radhës do ta bëj në masën small, që të më rri më mirë dhe ky me siguri do përfundoj tek dollapi nails, që është mas medium. Tani po desh sipër edhe këtë xhaketën training të Adidasit. Me qëra fjale, mbani mend në videon e kaluar që Klajti nuk po gjente faturat për të bërë kthime te Intersparti. I gjeta dhe sigurisht mora unë diçka dhe jo Klajti. Mora këtë xhaketën e Adidasit për training. Është shumë e bukur, është e lehtë fare, janë këto nga këto xhaketat e holla që mbajnë erën. Dhe janë super lehta për palestër. Deri kështu, është shumë e bukur.
Tani u vesha sport sot ditë e tjerë, prandaj të kap edhe pak flokët edhe ikim dalim që të pim kafen. Çfarë do bëjmë sot burr? Nga do vemi sot? Imu gjakos prapishte. E kam shumë keq kishte. Me çaj. Tani ne po vemi të marrim motrën me Vivinatën dhe do pim kafe të shkëntonë. Që ku do i vim atë kafe të shkëntonë? Kafe. Po ku është çështja? Ku? Apo që ka marrë të bukur të gjaketën. Po, me ato lekët që ktheu e thashë që më marrin gjaketën. Ajo thash në kamerë që unë do marrë diçka, e po unë mora për. Zemrat, ja dalin gjithmonë. Që dali e vetja. Ka sa vajtë me djemë për të marrun, për të vajtë, unë thash vetë. E, blerin që Nuk është çështja e kemi këtu të filmuar në kamera që të qësë unë e gjithë faturën, the? Po? Në marrë për vetëm si për ty unë. Po, nuk isha normal neja pastaj. Vetëm drejtën asus më pëlqej asgjë aty për të marrë, po në fund fare pam këto xhaketat, edhe tash okej edhe për palestër. Pra njerëz, sa rrugë të thosha ka filluar palestra këtë javë. Më në fund e bëra bam edhe vajta palestra. Ne kam bajtur 3 herë, ne kam bërë regjistrimin për 4 herë në javë, ditën e 4 duhet vija dje, por nuk doli koha, megjithatë orari që kisha jo thonë t'jo vetu dhe t'jo dolem në darkë, kështu që nuk mbeti më hapësirë që të shkoja në darkë vonë me ti shumë vonë pra. Por mirë, nisa shumë lehtë kësaj here, me thënë të drejtën, kam bërë ushtrime pa pesha dhe me shumë pak pesha, në mënyrë që mos kisha të dhimbje të copërshme të trupit që me si qoqe lëviz. Kam dhimbje muskush, por të durueshme. Se mos tani që kanë dhejtë të më grojnë e se diljes klajdi, unë reatova. Edhe tani do vemi të ditën e hanë, që është nesër, jam pushtim, që besoj se do vete nga paradite ose nga dreka, sepse pas dite kam trajtimin e radhës të fytyrës me microneedling dhe pastaj të martën vazhdojmë pas dite, kështu dhe vazhdojmë rutinë normale. Më do zoti njerëz se këtë javë që unë do bëj microneedling dhe duhet të ulja pak zërin se edhe këta duhet të ruhem shumë nga dielli në mënyrë që mos të digjet lëkura, mos të krijon njëllë dhe kështu gjëra. Gjithë java është kohë e vrenjtur dhe shi. Për ty e bëri. Po për zotin, nuk ka gjë më të mirë. Pse duhet t'ju them pastaj kolegëve në punë dreka, hajde ulemi në hije se s'li do të diet, për shembull. Tani të gjithë do të shihojmë pranverë. Kështu që perfekt, java është perfekt për bërë microneedling. Gjithashtu njerëz një hak që unë kam mësuar nga TikToku. Tani xhupin e zish që kisha vesh sipër, e vesh zakonisht kur iki në palestër dhe nga që e mbërthet deri sipër se java që lam aktualisht ka qenë shumë ftohtë. Edhe më bëhet me make-up të pjesa e jakës. Tani kisha parë në TikTokun që për të hequr këtë make-upin, se s'mund ta lash me njëherë të veshur, ta lash për ditë xhupin. Kështu që ishte një hak që bëje një tampon pambuku, e bëje me ujë micelar që heq make-upin e fytyrës dhe e fërkoje xhupin me atë gjë dhe i kishte në mënyrë perfekte. Kështu që provojni, se besoj gjitha këto gocave që përdorin make-up, këto jakat e xhaketave, xhupave që i mbërthejm deri sipër na bëhen me make-up të sipër. Kështu që me ujë micelar kishte në mënyrë perfekte. Bëhet edhe skafandra. Po. Edhe skafandoja e motorit më zhbërtu sipër të pambuku. Edhe ajo pjesa e brendshme e skafandos hiqet, po thash gjithsesi nuk mund ta heqësh aq shpesh. Se do të më heq. Po me montuar. Nuk e bën dot të fërkosh shumë. Jo, për ta larë them unë të hequr. Kështu e fërkoj me një tampon pambuku, me pak ujë micelar. Nuk hiqet, nuk lahet. Aq shpesh. Është. Yes, do ta provoj datë. Për mua do të kishte për për telefonin kujdesi. Ai kujdesi për çdo gjë si babi vet. Oj, Nathan, je shumë i bukur ti se. Ai je shumë i bukur. Te bujqa shpejt. Te bujqa. Sa i poshtë shpejt. Kam nevojë për shumë kafe sot. Nuk kam bërë gjumë të mirë në natës. Opa. Të doli gjumi tani në ata që pive gjitha të kafe? Najta! Këna që parë. Prape? Më bujshë.
Mbaruan punët e tego njerëz, bora më në fund një palë gjinse, të t'ua tregoj në shtëpi, më duket se I provova këtu blut. Duket se jo, se bëjmë. Po I kisha marrë në masë 36 atë domën provës, pastaj mora 34. Dhe bleu dhe Klajdi një xhaketë, t'ua tregoj të gjitha blerjet tona në shtëpi, ta nuk thema vrap te farmacia, mora probiotikat e mi të preferuar, u kam treguar edhe një herë tjetër, janë këta të Vitabiotics, dhe përgjithësi për vitamina linja e Vitabiotics më pëlqen shumë. Unë jam antibiotik momentalisht dhe sistemi im tretës është shumë I ndjeshëm dhe pa probiotikët unë bëhem shumë keq. Kështu që I morëm që t'i bëjmë paraprit dhe mos kemi probleme të tjera më pas. Edhe kështu, tani, unë vesha jumpsuitin sot, dhe t'i bëja një video, në Tiranë ka qenë shit merë gjithë ditën, tani që pushoj, madje kalum nga liçeni, thash Klajdi ndalojmë të bëjmë një rrjedhë shpejt, nuk donta. Nuk e di kur do ta bëj. Jam shumë acaruar me Klajdin që nuk ma vari sot. Shko madje doli dhe djedhjet, sa bukur. Ati se është liçeni tani. Është për ti. Liçeni. Liçeni është për vetë. Po pse s'ndalua të bënim një rrjedhë? Bre ndalo këtu e bën tonë shurgë, si bëj vrap. U hapsën nga lëve që këti Victoria, ku është Victoria? Apo jo, mos merë ëmbëlsirë Alba jem me... Kujdes më shpirë. Po shka në palestër Alba duhet të hash mirë. Nuk kam ëmbëlsirë. A kështu njerëz, dhe teku ishte të merë, sa është them fundjavën këtë shkojmë të teku, pra përfundoj duke shkuar fundjavë. Si për që këtë ditë kam pas burin pushim, gëzoj unë e shkreta ku kam burin në shpe. Nesër jam pushim prap, se ka qenë dje Sultan Evruzi, kështu që ushtu e Hana që është pushim, por nuk e kemi bashkëshortin. Do të shkoj në shtëpi të tregoj këto që bleva, kam marrë një palpuva të Zara, ato më bleu motra Ariona në fakt, edhe dy gjërat e tjera të Peppermajës për t'ju treguar. Sa të shkoj në shtëpi do të tregoj që të gjitha. Njerëz përfunduan te spitali ushtarak si përfundim, sepse muajnë shumë thoj, kishte mbledhur dhe filloi të rriste qelp. Shumë e shqipur. Dhe vetëm te spitali ushtarak që e mjekova, shumë e dhimbshme sërish, sepse mi bëri disa vrima me age që të dilte qelbi. O zot merr. Anti më tha që mund të më bjeri dhe thoj. Unë ndërkohë që punoj me foto, video, me këtë dorën time kështu. Shumë shëmtuar. Nëjse rëndësi ka që e mjekuam dhe po ikem në shtëpi më në fund, se kemi gjithë ditën e ditur rrugë dhe po vdes që të vetëm në shtëpi. Kjo është situata. Kujdes me dyert e makinave. Kapini plasin, aty vetëm duart hiqini. Jo si puna ime, tu e mbyllu në avash avash. As vetë se kuptova, se realisht e kisha shumë avash, as nuk e plasa, po ndoshta nga që I ka këto dyert në thithje, dhe në momentin që unë kisha dorën aty ajo e thithje të roqe, dhe më kapi kishtin tim. Në momentin të roqe mbrapsht. Zara Hall, të tregoj se çfarë morëm te Zara, por nuk do t'i provoj njërë, se kam edhe gishtin pak siklet për t'u veçur edhe për t'u zhveshur, kështu që thjesht po ju tregoj shpejt se çfarë morëm. Atëherë këtu kemi xhinset e mia të Zarës. Janë këtë blun që janë shumë të bukura, dhe më të bukur kam pjesën e belit, më është fiksuar shumë ky beli. Dhe kam parë kudo dhe më pëlqente shumë të kisha një palë të tilla dhe I mora 34-ën sepse 36-a më rinte pak e lirshme, 34-a më rinte pak e ngushtë pjesa e belit, po thash edhe zerohen pak. Dhe gjithashtu më pëlqeu fakti që më rinte fiks te beli, se pjesa më e madhe e xhinseve të Zarës, te pjesa mbrapa te mesi krijojnë një poshllok, një distancë të tillë, edhe nuk më pëlqen se si dukeshin. Ndërsa këto janë goxha të bukura, vijnë shumë të gjëra deri poshtë, dhe më pëlqejnë shumë se si rinë, besoj se do të më shikoni në vazhdim kur t'i vesh se si duken. Thash, xhinset gri që kam provuar tek dyqani janë fiks ky model, edhe masa është po e njëjta, thjesht këto mora blut, si grit, mora blut në masën 34. Këtu kemi një gishtim, po. Këtu kemi një xhaketë Klajdi, që është fiks për tani kohën e pranverës, është shumë e bukur, është një jeshile ushtarake shumë e këndshme, dhe ka pjesën e xhepave këtu pare të mëdhenj, dhe nuk vjen as shumë sport dhe as shumë serioz. Mund të vishet edhe me xhinse dhe një bluzë të thjesht të bardhë ose të zezë sport, do dukej shumë bukur. Xhinset kushtuan 46, edhe kjo e Klajdit nuk pas ka çmim në fakt. Nuk e di sa e ka marrë.
Sa? 66. 66 gjaketa e klasës. Shumë i ka rritur çmimet kjo Zara, na griu nga lekët. Okej, këtu janë dhe pupat e Zarës që po ju thosha. Që mi mori motra dhe kjo është shumë të bukura. Atëre, është ngjyra, nuk e di duke nxezë në kamera, por janë kafe e pjekur. Janë lëkurë, është një lëkurë shumë e butë që nuk ta vriste këmbër, një të shumë mirë. Dhe pjesën këtu e ka që mbërthehet sipër te kyçi këmbës me mbërthetëse në ngjyrë gold. Shumë të bukura dhe këto shumë të buta, motra dhe i kishte veshur një ditë vetë, se si kam veshur akoma dhe tha nuk më vra fare se kishte ecur goxha në këmbë. Te këto kushtuan 46.000 lekë. Tash janë leather, janë 100% lëkurë. Tjetër gjë që mora te New Yorkeri, janë një 2 braleta. Ku i lash? Te New Yorkeri mora nga këto braletat, sepse i vesh për palestër, poshtë bluzës që kam sipër për shembull me zinxhir, vesh nga këto braletat e shkurtra, sepse janë shumë komode. Mora këtë të zezën, e thjesht fare, dhe në ngjyrë të bardhë, sepse kam një sportive me zinxhir të ngjyrë të bardhë dhe zeza duke keq poshtë. Edhe këtë të bardhën. Në masën small i mora që të dyja, këto ishin super lirë. Këtu të etiketa lexonte njëra 4.000 lekë, njëra 3.000 lekë dhe thash ok, për këtë çmim se zakonisht janë nga 12.000 lekë kanë çmimin pa ulje. Ja. Dhe kur kalova te kasa i mora akoma më lirë, bën 4.500 lekë të dyja, super lirë. Ta dija që ishin kaq lirë, kisha marrë edhe 2 të tjera, sepse janë shumë të mira. Edhe për në shtëpi, për t'i mbajtur poshtë pijamave janë shumë të rehatshme. Këto ishin dhe blerjet njerëz, po ju tregoj te Paper Mayo, 2 produktet e tjera që nuk arrita do t'u tregoj atje. Po nuk do t'i provoj ato, I'm sorry, di që duket më bukur kur janë të veshura në trup, por nuk kam shumë komode të provoj roba tani. Okej, kjo është një bluze e kuqe nga Paper Mayo, ka të bukur pjesën anash që vjen e hapur dhe ka 2 kapje, nga të dyja krahat është e njëjta gjëri, të shumë lezetshëm. Në verë të duket shumë bukur, po edhe me një palë xhinse që mund ta veshësh tani kur del për të pirë diçka në darkë, kemi një xhaketë sipër, besoj se përsëri do duket shumë e këndshme. Dhe tjetër gjë, Koko do të luaj ende. Fri Koko. Përsëri nga Paper Mayo, kam edhe një fustan të gjatë sateni. Fustanet e gjata të satenit të Paper Mayos njerëz janë fantastik, kanë satenin më të mirë realisht dhe ri shumë bukur. Kështu duket fustani i satenit, pjesën sipër të gjoksit e ka në ngjyrë të zezë, ndërsa gjithë gjatësia deri në fund të këmbëve është si kafe, si gri, është një ngjyrë ndërmjetme. Shohim në kamerë duket më shumë në gri, por vjen edhe paksa në një kafe të ftohtë. Është shumë i bukur dhe pjesën mbrapa, përveç pjesës së hapur këtu për gjoksit që lidhet, ka dhe pjesën e kurizit komplet të hapur, vetëm me një fjongo në mes. Nuk kam qenë shumë e rregullt me filmimet, e di, edhe këto ditë që kam filmuar, më duken paksa të rëmuq, dhe nuk e di nëse do të gjithave gocave që bëjnë YouTube, por unë realisht nuk mbaj mend se çfarë kam filmuar dhe çfarë jo. Gjithashtu kam qenë edhe vetë pak e hallakatur, se siç e dini me punimet e shtëpisë, ka nisur që të bëhen ndarjet e brendshme të dhomave sallonit, dhe kemi ecur goxha edhe me shkallët e jashtme, me oborin, por që pak a pak do marrin formën e tyre përfundimtare dhe mezin dhe pres që të ndaj me ju. Po për shkak të punimeve dhe këtyre gjërave të tjera, kemi qenë paksa të hallakatur, se kemi mendje pak të shpërndar, si çdo shkoj çdo gjë, jo po duhen marr materiale, pavarësisht se njerëzit që po merren si me punimet, gjithashtu edhe arkitektin, të gjithë njerëzve që po merren me shtëpi, pra i kemi shumë besim dhe çdo gjë po shkon shumë mirë deri tani, por gjithsesi mendja jon ngelet aty te shtëpia. Unë madje nuk më vjen fare të merrem me shtëpinë që jam aktualisht, sepse kam mendjen tek shtëpia e re. Dhe e di që në momentin që ta futemi të shtëpia të realizoj video akoma më të bukura, sepse çdo gjë do ta kem ashtu siç unë dua, dhe çdo gjë do dalë shumë më e bukur, xhirimet, videot, reelsat, çdo gjë. Kështu që mezi përpres që të finalizohet. Gjithashtu do kërkoja nga ju që të më suportonit me një subscribe në kanalin tim, që të rritemi sa më shumë dhe gjithashtu të më motivoni mua që të postoj sa më shpesh video. Këtu po e mbyllim pra edhe këtë vlog, shpresoj që të ketë pëlqyer, mirëpres çfarë do lloj komenti që ju të keni, ndaç këshill, sugjerim, kritik, çfarë do lloj gjëje, ju mirëpres poshtë në komenta. Lots of love.